Ç'kemi jam Juli do t'u tregoj një mënyrë se si të bëni lek pasive me makineta që janë këto gjëra këtu. Kemi ardhur në një vend ku kanë qenë klientët e këtij makineta Pikal në Itali, sepse kjo firma është dhe në Itali dhe sjell dhe në Shqipëri dhe e ka mbushur këtë gjë këtu me makineta dhe bën lek në mënyrë pasive. Pasive nuk do të thotë që ti rries punon asnjëherë, se do vish do i mbushësh, një herë do i shikosh, një herë në 2 vjet do marrësh telefon teknikun ti thua shikoj se kjo susta këtu për shembull ngeli. Ja, shikon që kjo susta këtu për shembull ka mbaruar, edhe dikush duhet të vi edhe ti fut lekët, do të fut këto gjëra tu ta bëj deri në fund. Kjo mbas e ka mbaruar gjysmë, kjo ka mbaruar çik. Avash duhet të shikosh, e kupton, sepse janë gjëra, ose do marrësh lekët, se do mbushet tu me lek me 500 me 10 dhe ti duhet vish dikush duhet vi do marr lekë. Ti mund marrë edhe njërin punë, si do të biznes është ky, po këtu ka 1 2 3 4 5 makineta edhe një gjë kafes këtu 6. Me 6 makineta, ky rrjep lek tër ditën, pa patur njëri turnin e parë, turnin e dytë si kamarier, turnin e tretë natën si kamarier, pa roje, pa pastrus, fut një fshes vet, hajde shëndet, pa banakier mëngjes drek darse kjo gjëja këtu bën kafen për shembull vet atje. Dhe të gjithë të mund ta organizosh me 6 makineta në total dhe pastaj nuk ke pse hedh më lek. Do hedhësh për bler këto gjërat normale, po do i shes, se do blesh X lek, do shes Y lek. Ja kjo shitet 70 cent këtu. Për shembull ku diun se sa blen ai punë e tij. Nëse do të bësh një biznes të tillë me makineta, atëherë shkruaj te makineta Pikal dhe gjej disa makineta rresht për gjëra të ndryshme që duhen këtu siç janë për patatina, pije, njëron tjetrën, edhe sanduiç ka ky tipik. Këto janë sanduiçet e supermarketeve që shikoni nuk është se kanë një gjë ndryshe dhe blej tani makineta tek makineta Pikal për të ardhura pasive. Ja, e futi lekët ai, mori makinetën, mori kafen e parë.